Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me datën 8/8, që është nesër. Është një nga ditët më të fuqishme të vitit për të manifestuar dëshirat tuaja dhe përhapjen e portave energjike të luanit dhe fuqin e numrit 8. Kështu që numri 8, kuptimi numrit 8 tregon pafundësi, tregon pasuri, tregon bollëk, tregon sukses. Dhe dy numra, sepse bie 8 i shton forcën kësaj energjie. Është një energji ku shenja e luanit sjell guxim dhe dëshirë për të fituar. Kështu që unë do them se si mund të manifestoni nesër, dhe mund të manifestoni në orën 8, por deri në orën 8 të darkës ose ora 20. Mund të mendoni, të mbyllni sytë, të përqendroheni një moment te vetja juaj, të merrni atë qetësinë dhe mund të bëni të shkruani ato dëshirat tuaja, ose edhe mund t'i flisni dëshirat tuaja. Cilat mund t'jenë dëshirat, ju mund t'i përcaktoni, varet nga dëshirat që ju keni, sepse është një mundësi që ju sjell bollëk dhe fuqi shpirtërore. Data 8 dhe ora 8, ose ora 8 deri në orën 8 në darkë. Kështu që duhet të shkruani synimet që ju keni në një letër, por ato do shkruajnë gjithmonë në të tashmen, sikur ato të tashme janë të realizuara. Domethënë, nëse ju doni një dashuri, do shkruani që unë e kam këtë dashuri, ose unë e kam këtë punë. Duhet të nisni atë meditimin, lutjet tuaja që në orën 8 të mëngjesit, dhe të jetë ora 08:08 e mëngjesit, ose mund të kapni 08:08 në mbrëmje, që i bie 28 minuta. Duhet fokusoheni tek pozitiviteti, lironi mendimet e këqija dhe duhet të vizualizoni gjërat që ju vërtet dëshironi. Kështu që tregoni mirënjohës, duhet ta shpreheni këtë, tregojmë mirënjohës ndaj gjërave që kemi, dhe kjo do bëhet gjithmonë në të tashmen, që të tërhiqni më shumë të mira në jetën tuaj. Është një energji shumë e bukur, duhet të zgjidhni një vend shumë të qetë në kohën që ju të manifestoni, ose të merrni një letër dhe një laps për t'i shkruar, dhe nëse ju i shkruani, titullin do ta shkruani: unë zgjidh të krijoj. Dhe më pas do shkruani synimet tuaja, dhe do bëhen të gjitha në kohën e tashme, tham. Si për shembull, jam ose e shëndetshme dhe plot energji. Pavarësisht se ju mund mos jeni në këto momente, mund të keni probleme me shëndetin, atëherë duhet të shkruani sikur jeni mirë në të tashmen. Kam paqe mendore dhe besim në veten time. Edhe nëse kjo gjë nuk ekziston, ju do të thoni që kam paqe mendore dhe besim, sepse kjo është energji që ju vjen dhe sjell një energji më pozitive tek ju, sjell vërtet një besim më të fortë në veten tuaj. Ose tërheq mundësi të mira në punë dhe nga ana ekonomike. Duhet i shkruani. Dhe kjo do bëhet përsëri në të tashmen. Ose marrëdhëniet e mia janë të mbushura me respekt, me dashuri, me mirëkuptim. Ose diçka tjetër, jam mirënjohës për bollëkun që po vjen në jetën time, ose për gjërat që ju keni, sepse është një energji shumë e fortë që ju e tërhiqni. Duhet të mbyllni sytë, mund t'i lexoni me zë të lartë, këto 3 herë, këto dëshira që ju keni, të mbyllni sytë për 5 deri në 10 minuta, të imagjinoni dhe të shikoni ato synimet tuaja të realizohen. Gjithsesi, në fund do shkruani: jam gati të ndërmarr veprime që më ofrojnë drejt këtyre synimeve. Kjo ka lidhje, domethënë, dëshira me veprimin, duhet të lidhen me njëra tjetrën. Kjo nuk do të thotë që ti të dëshirosh dhe mos veprosh. Nëse ato lidhen të dyja së bashku, atëherë realizimi është i padiskutueshëm. Është një hap i rëndësishëm, duhet vendosni
edhe një ose dy veprime konkrete, për shembull, që unë nëse dëshironi mund të përgatisni dhe një tekst, mund ta bëni për të manifestuar, por të personalizuar, do më thëmë për veten tuaj, sepse aty mund të keni shumë dëshira, mund të keni dëshira me fëmijët tuaj, mund të keni dëshira me familjen tuaj që ju mund t'i shkruani, dhe do t'i dëshirat që keni gjithmonë do shkruhen në të tashmen, jo në të ardhmen, sepse është energjia që tërhiqet për të ardhmen tuaj. Atëherë, kjo ishte në lidhje me manifestimin, ju mund të manifestoni, por ndërkohë mund të manifestoni dhe me sherebel. Duhet të pastroni, sepse nuk e thash që në fillim këtë, ju mund të pastroni shtëpinë, ndërkohë mund të dijni dhe sherebel dhe aty të bëni edhe atë manifestimin tuaj për të pastruar energjinë e shtëpisë, ose energji negative dhe për të futur një energji më pozitive në shtëpinë tuaj. Atëherë kjo ishte e gjitha për ju, mundohuni të manifestoni, sepse shërben për mirë, jo për keq kjo gjë, dhe ju them dhe diçka tjetër, mos manifestoni për personat të tjerë, sepse ju kthehet është energji dhe kthehet çdo gjë e keqe që mund të manifestoni përsëri tek ju. Atëherë kjo ishte për gjithë ju, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju uroj një mbasditë të këndshme, manifestim sa më të qetë dhe plotësim të dëshirave që ju keni për të gjithë ju, dhe një fundjavë sa më të këndshme.